Unë do të thoja që gjithë kjo konkurenca suni, shiite në atë rajon, sidomos me Arabinë Saudite dhe me Iranin, mendoj që është në leverdi të Arabisë Saudite kjo që po ndodh tashmë. Gjithmonë ka patur një luftë të ftohtë përtej asaj luftës së ftohtë që kemi parë ne në kontinentin ton. Megjithatë, në thelb duhet kemi parasysh gjithmonë që dhe ne po flisim pak edhe përpara podcastit që në çdo luftë, qoftë lufta e parë, e dytë apo edhe ajo e ftohtë, në fakt kemi të bëjmë me një rishpërndarje të mirave ekonomike apo qofshin këto resurset, burimet natyrore apo dhe rrugët e reja të shkëmbimit tregtar. Dhe duket që ngushtica e Hormuzit nuk është më një rrugë kalimi i sigurt. Kemi përpjekje tashmë në Groenland për shembull për të ndryshuar rrugët e kalimit tregtisë botërore, e cila sjell një ulje, shkurtim në kohë, por edhe ulje në shpenzime ekonomike dhe duket qartë që ajo zonë tashmë aty nuk është më e sigurt. Dhe të gjitha këto kërcënime dhe pasiguri që vinë e bëjnë të detyrueshme jo vetëm SBA-n, por unë do të thoja që është momenti që dhe aleatët e saj të kenë një shëndrim pak më të fortë dhe t'i vinë në krah SBA-ve, për sa kohë nga e gjithë kjo do të përfitojnë edhe vendet europiane, jo vetëm me që përmanë ngushticën e Hormuzit, Kina 70% të naftës e merr nëpërmjet ngushticës së Hormuzit dhe e merr nga Venezuela. Prerja e kësaj rruge, a mendon se do të ndikojë në ekonominë kineze dhe a bëhet për mos të hap Kina me influencën e saj, me gjithë ndjenjësit, llogaritën e ndjenjë të dyja kanë hyrë. Sigurisht, unë këtu do doja t'i ndaja pak të dyja, megjithatë për të bërë një kronologji të gjitha ngjarjeve. Me goditjen e Venezuelës, në fakt Trumpi goditi të gjithë BRICS-in dhe atë fortifikimin që kjo aleancë kishte bërë duke e dekurajuar dhe duke e zbutur influencën e dollarit në tregjet ndërkombëtare në këtë rast. Dhe goditja e Venezuelës ishte pikërisht një mbyllje e rubinetit për Kinën, por po aq edhe për Rusinë, sepse ishin vende të cilat shkëmbimin e hidrokarbureve e bënin me monedhën e tyre vendase, qoftë jeni, rubla apo të gjitha rupis në Indi.